Falenderojmë të madhin Allah, dërgojmë salavat e përshëndetje bi Muhammedin alayhi salatu wa salam, familje, shokët dhe krejt umetin e tij. Të nderuar vëllezër besimtarë. Duke qenë se jemi në muajin Dhul Qa'da, që edhe 10 ditë kalojmë në muajin tjetër Dhul Hijja. Duke ditur se jemi në muajt e shenjtë, që për para praktikisht ju njoftojmë se muajt e shenjtë janë 4, 3 në radhë. Muaji i 11 dhe i 12, Dhul Qa'da, Dhul Hijja dhe muaji i parë Muharremi dhe një muaj i ndan prej tyre muaji 7 Rexhepi. Pra Dhul Qa'da, Dhul Hijja dhe Rexhep edhe Muharrem dhe Rexhep janë 4 muajt e shenjtë që meritojnë me u quajtur muaj të shenjtë, e që Ramazani nuk është muaj i shenjtë, është muaj i madh, është muaj i begatshëm, muaj i vlefshëm, por nuk është i shenjtë. Për arsye se muaji i shenjtë ka rregulla dhe specifikat e veçanta. Çdo këtu është që nuk lejohet lufta në këtë muaj. Në Ramazan kemi pas betejën e Bedrit dhe betejën e çlirimit të Mekës dhe shumë betejë tjera që vetë pejgamberi ka zhvilluar, që tregon se nuk është i shenjtë, por është i madh, i mëshirshëm, i begatshëm, se shpesh po dëgjojmë edhe xhamatit të thonë Ramazani muaj i shenjtë. Nuk është i shenjtë, por është i madh. Dërsa muaji i shenjtë është pra muaji i Rexhep, Dhul Qa'da, Dhul Hijja dhe muaji Muharram. Të 4 që i kanë. Na jemi muajin Dhul Qa'da, edhe 10 ditë kalojmë muajin Dhul Hijja. Sot do dalim të flasim për vlerën e sidomos të 10 ditëve të para të Dhul Hijjes, për cilat duhet çdo besimtar me nejt gati i shfrytëzu maksimum. Njësoj apo ndoshta edhe më shumë se sa muaji Ramazan, apo ndoshta edhe më shumë se sa 10 ditë apo 10 ditë në muajin Ramazan. Të fundit të fjalës. Prandaj na do shkojmë razit e marrë një elaborim lidhur me këtë temë. Nisim me masfore nga fakti se pejgamberi alayhis salam thot a'maru ummati ma bayna 60 wa 70. Mosha mesatare umetit tam është mes 60 dhe 70. Mosha mesatare 60 dhe 70. Që të thot shikuar matematikisht me pejgamberet e mëhershëm, tu ka nis për shembull te Nuhi alayhis salam, që ka veç davet ka bërë 950 vjetë, veç davet ka bërë 950 vjetë, plus edhe jetë ose ka jetu para davetet e sane që ka lëmë 950 vjetë. Po ashtu Ademi a.s. ka jetu në 6 këtë kohë, po ashtu mas Nuhit a.s. ka jetu në 6 dhe edhe ma bojnë dikur me 200-300 apo edhe nështë edhe me 100 vjetë. Shikuar me vite, këta kanë jetu ma gjatë se na e që i bjenë se, nëse kanë jetu ma gjatë se na, ta kanë posë rast me adhuru Zote ma shumë se na. Nuk është një, si kur i 70 vjeqar, me bujë batet Zotin, si kur e 950 vjetë. Se vapë është shkërbjimet e lakë, si kur e shëpu. Mirë po Allahu i madreshëm në ka boqët, neve si umeti Muhammed, që jena të punët, edhe kemi dalime në mosh, kemi jetë gjatësine shkurt, të mënë, 6-7 mesatarja, atëre madhe Zot ka boqën kohën tonë si umet, me na privilegju, me na dhonë të mënë, diçka ekskluzive që se ka posë popit e mahashë. Dërë ato kemi atë dallimin kohor, në shamë dhe kemi natën e 4. Nata 4 për neve është të vreshme sa një muaj, të mënë 83 vjetë e 4 muaj. Pra ndaj thëtë edhe Imam Raziu, një tefsirolog, të mënë të djetarit tefsirit, Allahu ka dasht, pa dijeti o besimtar, që Zoti i Madh ka dasht ty me ta dhënë një mundësi, që nëse ti çdo vjet e rrit gati, e godet natën e 4, çdo vjet ka 83 vjet e 4 muaj, ta shtit nëse ke jetu 50 vjet, 50 herë 83 vjet, ku po del matematika. Të mënë për rrit jetë gjatësime atyre që ka bujë adhurim 950 vjet, apo edhe ma shumë. Kjo është, sikur që kemi inanzën dëmolejnë të 4, hajru min elfi shahr, nata e 4. Po ashtu kemi rastin për që në surën Fajr, ajeti i parë dhe 2 thot, o lë fejri o lejalin ashr, të të që për flasën tash. Dhe thot Ibn Kathiri, pasha agimi, pasha mëngjeset edhe atë dhejtëshën. Cëma dhejtëshën? Ibn Kathiri thot se dhejtëshja e parë e muajt Dhul Hijja. Për muajt cilën do t'hyna mas 10 dite, sot jena në të muajt Dhul Qa'da, edhe 10 ditën i kalojna në Dhul Hijja. Se po përmenim sot këtë qështje që na po para përgatin, që të dhejqën ku t'vjen, na prej fillimit me kod vedishëm me shfrytzuar maksimum. Pra dhe është kjo dhejqë. Ose ajeti tjetër që thot në surën Hajj, ajeti 28, u jedhë kurus më Allahi fi e jamin ma'lumat. Dhe përmendin Allahun, e kujtojnë Allahun e ditët e caktuara, cilët janë ato ditët e caktuara, Ibn Abbasin a thot, janë qëto 10 ditët e para të Dhul Hijjes.
jo 10 ditët e para të Dhul-Hijja. Për këtë arsye ne si besimtar nuk duhet me na ikë rasti, pa shfrytzuar këto 10 ditë. Se dhe pejgamberi a.s. që në hadithit të transmeton vetë Ibn Abbasi, thotë se nuk ka punë me vlefshme, pra nga një mirë, nuk ka punë me vlefshme se sa në këto ditë, në këto 10 ditë. Nuk ka punë me vlefshme që mundet me bo njeriu se sa në këto 10 ditë edhe vishë. E thamë ja Rasulallah, as gjihadi janë, që dihet gjihadi që o shumë i qmushën edhe i shpërblyeshëm. As gjihadi, përveç nëse njeriu del dhe sakrifikon me kërej pasunin edhe me trupin e tij, ai mundet me argali. Përndryshe, asnjë sa nuk mundet me barazu me vlerën e veprave dhe punëve të mira që bëhen gjatë këtyre 10 ditëve të muajit Dhul-Hijja. Po ashtu kemi hadithin që transmeton hadithi tjetër, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Nuk ka ditë më të mëdha, të gjoni me kujdes. Nuk ka ditë më të mëdha se sa këto 10 ditë. Edhe nuk ka vepër më dashur te Allahu se sa ajo vepër që bëhet brenda atyre 10 ditë. Prandaj edhe na thotë فأكثروا تبالي سما شوم التهليل قال لا إله إلا الله تبالي تم التكبير الله أكبر تحميد الحمد لله شطان سما تيفر مصدعني ما نبتون ضديتنا Probeti të sfarë deri ditën e 10, që dita e 10 është dita e parë e Bajramit, e Kurban Bajramit. Prandaj ai Said ibn Jubair, një prej transmetuesve të hadithit Ibn Abbasit, qatë shumë është angazhuar gjatë atyre ditëve sa që i thonë deri pa mundësi, deri sa ku lodh çashtu, edhe thotë mos i fikni dritat gjatë atyre netëve. Domthonë mos flan, çfarë bëni ibadet, ditën natën, kur mos u nani. Muslimani po përpone edhe shfrytëzoni sa më shumë që është e mundur. Prandaj edhe dietarët na thonë, për shembull Ibn Hajeri, për vlerën e tyre ditë, Zoti i Madh i ka dhënë vlerë tyre ditë për shkak se këto ditë mbledhen të gjitha llojet e ibadeteve. Kemi Kur'an, kemi namaz, kemi haxh. Në Ramazan kemi të orta nevojë të ibadetit, po në Ramazan haxh nuk kemi. Kena umrë, ama haxh nuk kemi. Këto ditë kemi së bashkuar haxhit, është 12 ditë. Prandaj krejt veprat lidhen në këtë ditë, prandaj shumë të vlefshme. Edhe një besimtar nuk bën me lënë me ikë. Po ashtu Ibn Rajab. Ibn Rajab na thot për këtë ditë, Allahu i Madhreshëm e din që besimtarët janë të lidhur gusht me çave. Secili ka qef me shku, me përjetu knasinë edhe me shiku çave, me përjetu me prek çave, me përjetu me fal namazin me na çavës. Por jo të gjithë kanë mundësi me shku atje. Prandaj ka bu farz, ka bu obligim për ata që kanë mundësi, kanë parë shkojnë, një herë njërë, jo 100 herë me shku ka 10 herë, ka 70 herë. Se herë shpesh më thonë edhe njerëzve, mos shkoti ka 2-3 herë, djali të buja fëmija tjetë, shkoti kry obligimin të të gjera një tjetërit, se qështë ki obligim të ka në rëndar të familjes tjerë, obligim. Se pasunia është e përbashkë. Një herë njëtë e ki obligim. E ndërsa se për shpërblimi për ata që s'kanë mundësi me shku, edhe për njerëzit të kjerejt, shumicën e njerëzve, ja ka dhonë vlerën e këtyre 10 ditëve. Që me përjetu, me shluat krasin, edhe pse si jemi në qabe fizikisht, a më shpërblimet i kemi. Me veprime që i vojnë të veprave, gjatë tyre mojnë për cila vepra nga do të shonë tash edhe vlijen. E kam pyet edhe Shekull Islam, për shkak të tash të fillim keni kujdes dhe gjëni mirë. Nuk ka ditë më të vlefshme dhe më të dashurat e Allahu se këto 10 ditë e parat e muajit Dhul-Hijja. Pse e thash kështu? E kam pyetur Shekull Islam Ibn Taymiyyah, cila ditë janë më të cila që është më e vlefshme tash. Në Ramazan e dim se rrethi i fundit i Ramazanit është më i vlefshëm se sa këto 20 ditë e para. Po tash po vin 2 rrecha, rrethi i fundit i Ramazanit, rrethi i parë i Dhul-Hijjes. Cila më e vlefshme? Edhe kjo është shumë qartë dhe mirë thotë, rrethi i fundit i Ramazanit, si ne janë më të vlefshme të Ramazanit, sepse në rrechin e fundit të Ramazanit është nata e Kadrit, që ajo vetëm ja mund krejtën e tjerave. Pra si ne, 10 natë të fundit të Ramazanit janë më të vlefshme se sa 10 ditët e Dhul-Hijjes. Derisa si ditë janë më të vlefshme 10 ditët e Dhul-Hijjes, sepse këtu tash e kemi Arafatin. Dita e 9, që është më e vlefshme si ditë, edhe në mesin atyre ditë. Prandaj, është mirë
që ne të respektojmë këto. Pse respektimi këtyre ditëve është respektimi i simboleve të Zotit, i urdhrave të Zotit, i shajave të Zotit, sikur që thotë edhe në ajetin kuranor, wa dhalika man yu'azzim sha'air Allah. Dhe kjo është ai kush i respekton simbolet e Allahut, fa innaha min taqwa al-qulub. Atëherë kjo është dëshmi për dëshmërisë e zemrave të tyre. Prandaj, si shkurt edhe për mëngjesin për me mos të zgjat më shumë. Çka duhet me bëna gjatë këtyre ditëve? Kur të hynë i parë dhul hijja. E para e punës me gjitha që preferohet edhe kërkohet është që besimtari të bëjë tauba, të shpejtuar dhe të sinqert tek Allahu. Pa të pendohet për çdo gabim dhe çdo gjuna që e ka bërë deri tash. Edhe të mos e përsërit më atë gabim. Të ndjej keqardhje për ato gabime që i ka bërë deri tash. Të ndjej keqardhje për ato lëshime që i ka lënë mungo forcë të obligimet pa i kryer. Sepse gjunahet e humbin bereqetin, gjunahet e vdesin zemrat e njerëzve. Prandaj Allah thotë në Kur'an: "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir." Ai që ju bëhet juve për fatkeqësive, për punëve jo të mira, dini që është për gjunave të juaja, ju me durët tuaja që e keni merituar. Edhe pse Allahu për shumë ato gjunat e juaja ja fal, nuk ju dënon, nuk ju bën pyetje. Ka mëshira ti po me që ta, edhe nëse ju dënon ose do diçka dini që është shkaku i gjunave të juaja. Ne kemi rastin, nëse na kafshon me gjarpë, sikur që tash u lëndru që i ndodhe edhe gjarpë i këtë sezon e sen edhe helmon trupin. Çka bojnë na? Vrapojnë, nxitojnë në xhirrat helm nga trupi sepse dëmton trupin, e rrezikon jetën. Kështu, sikur helmi që e dëmton trupin, ashtu dhe gjunahi e dëmton zemrën edhe shpirtin. Pra ka sy ne kemi nevojë me nxirr këto gjunahe nga trupi jonë. Me nxirr helmin nga zemra jonë. E është rasti më i ideal dhe rasti më i mirë që këtë rasta me kry ato me kërku falje, me bëllë dhe kërsa ma shumë edhe më këthy të Allahu i madhreshtë. Qka mujna me bëllë për veprave të mira në këtë mujë? E para të bojna sa ma shumë lloje të veprave të mira, sikur që është leximi i Kuranit, sikur që është dhënia sadakas, sikur që është vizitat e tatëve, sikur që është ndihmimi fukarave, mesakinëve, jetimave, sikur që është urdhrimi për të mirë ndalimi nga e keqja, këshilla të ndryshme, këto janë kategori ndryshme të cilat mund me i bë dhe duhet me i bë. Nëse si kemi bërë deri tash të jetë si piknisje, si start, në fillim i mbar me këto ditë të bereqetshme, pra të dhulhijhes, edhe të vazhdojnë të mos ndalen pastaj kohë. Tjetra, namazin, sidomos namazin fars, është i pakotësueshëm namazin fars që duhet me falë gjithherë. Nëse sa ke nis më herët nisa këto ditë, edhe mos e lë kur. Nëse je ai që i fal namazin atëherë ditë falë në xhami. Alhamdulillah tash kemi rastin në xhami, me don xhami me fal me xhamat farsë. Jo me fal në shtëpi. Edhe me fal namazin nafile sa më shumë. Sepse me e dashur të Allahut, çka për vitit, po sidomos edhe gjatë këtyre ditëve është namaz. Sepse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Alejke bi kathrati sujud", ti bash sa më shumë sejtë. Sepse sa herë që vjen ti sejtë, Allahu ta falë gjëra dhe ta ngrihet në shkollë. Dy veprime për më një herë. Sa herë sejtë që vjen, na vesh namaz në por sa sejtë të kemi. Po për çdo sejtë të falet gjëra, edhe ngritesh në shkollë bana. Pra të falim namaz edhe të mos e lëm. Agjerimi preferohet agjerimi i këtyre 9 ditëve komplet, nëse dita e 10 është dita e Bajramit. Por përmendet përfshirë në 10-shin, nëse në ditën e Bajramit kur quhemi në sabah, nuk hap, nuk pin, është sunet, mos me hapur, mos me pi, deri të folën Bajramin në xhami, e të kthehemi në shtëpi, kur të kthehemi në shtëpi, praktika e pejgamberit ka qenë që me mish qurbani kur e ka thënë qurbani ka bëj iftar. Atë kuptimi po them iftar në thojse. Edhe kjo pjesë konstruohet. Për dallim nga Ramazani. Ramazan kur shkojnë në Bajram, ditën e Bajramit është mirë me e prish, se kena xhiru një muaj ditë, e kur shkojnë në Bajram me e prish, me rihur ose me diçka, në këtë Bajram që po vjen tash, kur ban Bajram është e kundërta. Mos me e prish një lloj agjerimi thojsa për cilin ditë së vet. Që është sunet domon këtë formë. Pra dhe kemi gratë pejgamberi sa që thonë se pejgamberi sa disa sa kur si kalon. Për shembull, 9 ditë të dhulhijhes i ka xhiru rregullisht, kur si kalon. E ka xhiru ditën e Ashurës. E ka xhiru domosht 3 ditë ka çdo 50 muaj. Si kalon kur. Po ashtu kemi hadithe tjetër që transmeton Hasan, rruja tjetër e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. 4 sene si kalon pejgamberi kur, i ka zbatuar, i ka praktikuar gjë. E para thotë ka xhiru domosht Ashura, dita e 10, Ashura dhe muaj Muharram. Ka xhiru domosht 3 ditë ka secili muaj, ka xhiru në 10 dhulhijhes.
edhe ka vepruar to, edhe kur të dy rekatet e sunet sabahit ka laukur, që përmenden në këtë hadith. Prandaj ne duhet të vazhdojmë ta marrim to. Plus asaj e kemi hadithin tjetër që kemi përmendur sa herë. Ai cili agjeron fi sabilillah për Allahun një ditë agjeron, Zoti ja largon fytyrën e xhenemit nga fytyrën nga zona e xhenemit 70 vjet lart. Me një ditë agjerimi që e bën 70 vjet lart largon ty në xhenem. Pra është mburoj, prandaj edhe si jam quhet agjerimi mbrojtje, mburoj nga zona e xhenemit. Po ashtu kemi edhe ditën e Arafatit, nëse nuk mundna me agjeru komplet 10 ditë. Dhulhijhes sot 10 ditë e para, të paktën ditën e Arafatit që vjen nata e Bajramit duhet me agjeru, sepse pejgamberi sa në një hadith, ai që agjeron ditën e Arafatit, po ditën natën e Bajramit, i falen gjunat e 2 viteve, një vit i përpara edhe një vit i përmas. Ja lejt, sa rast i mirë, sa mundësi e mirë për shef, me një ditë agjerimi, me largu fytyrën tonë e gazioni, që era me 70 vjet lart, edhe do të falë gjunat e 2 vite, një vit para edhe një vit prapa. Atë është begati e madhe, edhe në ditë të mëdha që na nuk bën me lajm me naik. Tjetër që mund të bëjmë këto është kryerja e haxhit dhe umrës. Normal haxhi tjetër kohë nuk kryet, ka një kohë, çat kohë edhe nuk ka tjera kohë. Umra kryet të vitin, mund çdo kohë. Sa thotë pejgamberi ai cili kryen haxhin që ç'duhet, shërbimi vetëm është xheneti. Po ashtu ai cili kryen haxhin nuk bën shkelje, nuk bën fjalë sa të kthehet për udhëtimin e haxhit sikurse aty që ka lidhur në vetë. Shpërblime të dhënë. Edhe fundet që duhet që po përmendim, mesën aty në vepra është të bojnë sa më shumë tekbire, tehlile dhe tahmid. Thon Allahu Akbar, thon la ilaha illallah, alhamdulillah. Omer radhiyallahu anhu, Abu Huraira radhiyallahu anhu të dy shpesh kanë dalë edhe në treg, në bazar, kanë po me zot Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, që mi shti njerëzit me bo sa më shumë tekbire. Edhe do marrë që edhe vetëm Abdullah ibn Omeri, edhe Omeri të më bëhe djallë, edhe Omeri radhiyallahu anhu edhe kur ka qenë tendat e shatorat, se kur shkuha haxhi në Muzdalife dhe në Mina, ka bëhu me zonë sa që ka ushtu edhe ajo tenda ku ka të përqëndru e ka ushtu të mënë edhe tekbirën kudo që janë. Kemi edhe 2 tekbirë dhe kjo e fundit, kemi tekbirin e përgjithshëm edhe kemi tekbirin e veçantë. Tekbiri përgjithshëm, pra thonja Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Ky tekbir është mirë që është i përgjithshëm prej ditës të parë të Dhulhijhes, kur të hinë në muaj Dhulhijhe me thonë anë rrugë, anë xhami, anë shkollë, anë shtrat, anë punë, anë autobus, anë këtë, është i përgjithshëm. E tekbiri veçantë është tekbiri që thuhet prej natës Bajramit, namazën e sabahit, mas farzit me një herë. Dhe ditën e 4 në ikindi, çdo herë mas farzit. Kjo është tekbiri veçantë, që ka rregullat veçanta që duhet çetërë me thonë. Pra kjo është tekbiri që duhet i praktikojmë edhe të zbatojmë. Allah na mundësoft që gjitha këto vepra, kush ma shumë e kush ma pak, të zbatojmë, të praktikojmë edhe inshallah jemi për atyre që Zoti domthonjë e shon rahmetin e tij, e shon falën e tij, e shon çlimin e tij edhe na shpëton dunia dhe hera, me shpëtim edhe në xhenet.